pse ka kemi, me Julian Sheun. Jemi duke pritur dhe lojtarët janë duke ardhur një nga një. Ishim kapitenin tani thua Julianit na fali, i cili ka fituar tashmë besimin e trajnerit Silvinho. Sheu në një ndeshje ka ishte luftuar, çfarë mungoj që nuk shënuam. Them drejtën, fillimisht du të përgëzoj gjithë çunat sepse sot me të vërtet lam shpirtin fush dham çka kishim fushën e lojës. Besoj se e meritoshim fitoren, i meritoshim 3 pikët, po futbolli kështu është, patëm penalti, e humëm, këto janë pjesë të futbollit, gjona të futbollit. Po që tani duhet shohim përpara se nesha tjetër vje shumë shpejt dhe shpresoj që të marrim 3 pikët atje. Çfarë tha trajneri Silvinho, sepse u ka mbajtur më gjatë se herët e tjera pas përfundimit të sfidës? Ka qenë me forca entuziazmi për të vazhduar më tej? Na tha disa detaje për ndeshjen, na përgëzoi sepse edhe ai ishte dakord që ne dham shpirtin fush, edhe ai ishte i lumtur me performancën tonë. Po që gjithashtu na tha që kemi ndeshjen tjetër shumë shpejt dhe duhet jemi të fokusuar tash se kjo ndeshje mbaroi. Alban? Unë do t'i them vërtet komplimenta, ka bërë një super ndeshje sot, edhe komplimentat e bëri dhe vetë kapiteni Berat Gjimshiti. Unë thjesht doja ta pyesja për sa i takon dëmtimit që paci, sa e vën diskutim për ndeshjen e radhës. Shumë faleminderit për komplimentat. Mora një goditje 10 minutat e para të lojës të kofsha dhe minut pas minute filloi të ngarkohej më shumë dhe pastaj minutat e fundit nuk desha që të bëj atë, si më thon, sakrifikoj se nuk isha i freskët dhe ndonjëherë për ekipin nuk është e mirë dhe thash më mirë dal për jashtë dhe të futet i lojtar që është i freskët se ndihmoj ekipin më shumë. Okej, mirë, ta falenderojmë. Julian, falenderoj. Faleminderit edhe juve, mirupafshim. Faleminderit dhe suksese.